إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Falendrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut të lartësuar, ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes të tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. E ne lutem Allahun e lartësuar që të jemi për atyre besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij alayhi salatu wassalam. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu Jalla Jalaluhu është shumë I rahmetshëm me robërit e tij. Kur robi sheh ndryshimet që Allahu Jalla Jalaluhu I bën gjatë jetës së robit, në ndryshimin e stineve, në ndryshimin e natës dhe të ditës, e sheh rahmetin e Zotit me robërit e tij. Allahu Jalla Jalaluhu në shumë ajete të Kur'anit na shtyt që neve të meditojmë rreth këtyre gjërave dhe të mendojmë thellë. Allah I lartësuar thot: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab." Allah I lartësuar thot surën Ali Imran, ajetin 190, thot: "Në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, janë argumente të qarta li ulil albab, për njerëzit të cilët kanë intelekt, janë të mençur." Ka ajete dhe argumente të Zotit. Kur e sheh krijimin e qiejve pa shtylla, se si Allahu Jalla wa Ala I mban, se si ka kriju yjet dhe planetet, se si e ka kriju tokën që ne jetojmë në të, ku të gjitha gjallësat janë në shërbim të njerëzit, ku neve ham dhe pim nga të mirat e Zotit, të cilat janë të panumërta. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar, dhe sheh se si Allahu e bën ndryshimin e ditës dhe të natës. Sepse ndryshimi I ditës edhe I natës e sjell edhe ndryshimin e stinëve, sepse kur zgjatet dita, vjen pranvera dhe vera, edhe kur fillon shkurtimi I ditës dhe I zgjatjes së natës, vjen vjeshta dhe dimri. La ayat, thot Zoti, të janë argumente për një njeri I cili është I mençur, ka intelekt, din të meditoj rreth këtyre krijesave të Zotit. Para mendon e vëllezër sikur në muajin korrekt që është 40 gradë, më njëherë mas muajit korrekt vjen te janari, në minus 20 gradë. A kish mujt me përballu trupi I njeriut, prej plus 40 në minus 20 ose minus 10 ose 0. A kish mujt me përballu njeriu? Jo. Po Zoti Jalla wa Ala gradualisht vjen duke zbrit temperaturën derisa të vjen në minus në mënyrë që trupi jon të adaptohet mirë. Pastaj fillon zgjatet dita, fillon temperaturat më u rrit derisa të bëhet prap 40 gradë, në mënyrë që prap trupi jon më përballo. La ayat li ulil albab, thot Zoti, këto janë ajete, argumente për të mençurit, sepse Zoti për budalla se ka zbrit Kur'anin. Ati ju ka ngrit lapsi, nuk shkruan për të veprat e tij, po për të mençurit. Andaj dashur vëllezër, thot Allahu: "Wa tara al-ardha hamidatan, fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij." E shethot tokën të vdekur, në muajin korrekt e vdekur është, kur gjë nuk mbin, është tha e gjitha. Pastaj thot Zoti e zbritëm shiun, ujin, e ngjallëm, ihtazzat wa rabat, ka gufu, është ringjall, ka vazhdu jeta e bimëve dhe e gjallësave, nga të gjitha llojet e ndryshme që janë të këndshme. Dashur vëllezër, stina në të cilën ne jemi dhe po hyjmë në to është stina e dimrit, e cila është dita e shkurt edhe nata e gjatë. E ulemaja Islamit, selefët tanë të parë,
Paraardhësit tonë prej besimtarëve e kanë prit dimrin me gëzim. Thot një prej ulemave të Islamit, thot dimri është pranvera në zemrën e muslimanit, në zemrën e besimtarit. Është pranverë për shkak të ibadeteve që mund me i bë robi dimrit. Për shkak të adhurimeve që mundet muslimani me i bë dimrit. Ka një hadith për Imam Tirmidhiut ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Es-sawmu fi ash-shita'i el-ghanimatu al-barida." E një prej ibadeteve është agjerimi që është shumë i lehtë, nafile, vullnetar. Iftari është 40. Ka thënë agjerimi i dimrit është përfitim i ftoftë nëse e përkthejmë bukfalisht, ose fitim i lehtë shumë. Fitim i lehtë që nuk ka mund me shfrytëzua, sepse ulemaja e Islamit të parë tonë që në thrasmin e të në vetëm në emër, po jo dhe në praktik, e kanë ngjallë sinën e dimrit me agjerim nafile dhe me namazdate dhe me lexim të Kur'anit dhe me lexim të librave dhe me ibadeteve të llojeve të ndryshme dhe e kanë quajtur pranvera e besimtarit. E kanë quajtur pranvera e besimtarit. Për këtë Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Ash-shita'u ghanimatul 'abidin." Dimri ka thot është fitim i adhurimtar dhe i ibadetxhive. Edhe a di për çfarë dimri janë të folë këta në Medinë për shkak. Kur në 20 gradë s'bjen asnjëherë. Kur në 15 gradë, 20 gradë nuk bjen asnjëherë. Dërsa tek ne është, elhamdulillah, mund njeriu me agjeru vullnetare pas syfir fare hiç. Edhe kur vjen iftari s'është i ujritur. Mundet me fal namaznate se yatsia falet në ora 6. E me pushu dhe me fal namaz, e me lexu Kur'an, e me lexu libra. Po hajde se ne s'jem të ibadetit. Nuk jem të ibadetit. E kem vendos vetit disa rregulla që gjatë ti dimri, ku me lexu një libër të caktuar, ku me lexu Kur'anin famlar, ose një libër për t'ja ngritur vetit ignorancën. Për t'ja ngritur vetit ignorancën. Ose ku mi ndëgju kaq ligjërata. Me ngrit vetit ignorancën me lexu dhe me studiu. A ditë një dashur vëllezër që vetëm 30 minuta në ditë me lexu njeriu, 30 minuta. Jo më shumë. A di çfarë benefite ka? Me lexu njeriu 30 minuta në ditë e para e pasuron fjalorin e tij. Kur të flet para të tjerëve, shet që fjalori i tij i gjuhës shqipe është i përmirësuar. Nuk flet më si një njeri i cili është analfabet klasik. Po e përmirëson gjuhën e tij. Kur lexon 30 minuta në ditë. Sidomos gjatë stinës së dimrit, që ne kem kohë me lexu mazdate. Jo 30 minutë, 3 saat, vetëm ai i leximit. E dyta, forcon kujtesën, leximi 30 minutë ditë. Ta forcon kujtesën. Kujtimi jot është i shpeshtë pastaj. Je njeri që mon mend shumë pastaj. Vetëm 30 minutë. Pastaj e treta, e rrit përqendrimin. Ti e rrit përqendrimin ton mendja jote pastaj kur flet dikush, je i përqendruar, e kap thell atë që është duke fol. E jo mas 30 minuta dhe me të kallëzu çka këndosh me thonë. Përqendrimi është i jashtëzakonshëm kur njeriu vetëm 30 minuta në ditë lexon. E katërta, e ul stresin dhe e qetëson mendjen. Kur njeriu është i stresum, ka strese, ka probleme ditore, ka edhe lexon 30 minutë, qoftë librin e Zotit, që është më e mira, qoftë ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ndonjë libër historik, qoftë ndonjë libër e cila ka dobi për jetën tonë, e qetëson mendjen tonë, e ul stresin. E ul stresin që ne jemi duke jetuar me stres. Vetëm 30 minutë në ditë. Dobia e pestë, e përmirëson shkrimin. Kur ti ndoshta merr me shkru pastaj diçka, e përmirëson shkrimin tonë. I din disa rregulla se si shkruan. E gjashta, hap horizontin, ta hap diapazonin e gjartë të mendjes. Je larg pamës, kur njeriu vetëm 30 minutë në ditë lexon. Pastaj je kreativ njeri. Nuk je i mbyllur, po je kreativ, sepse leximi të bën që ti jesh i tillë, vetëm 30 minutë në ditë. Andaj ne, aja kem vendos vetë ndonjë rregull që gjatë këtij dimrit që po futemi në të, e që me 21 dhjetor futemi edhe në muaj të mëdhaj, që ibadetin e to, s'është sikur se ibadeti jashtë këtyre muajve, me bëj ibadete të ndryshme,
me bëha lexime të ndryshme, me ngrit vetit ignorancën që neve na ka kaplu, sepse po mendojmë që me shikime 30 sekundë në Facebook ne kena me mësue diçka. Edhe mendojmë që me i shikue ata shejtanët që janë të veshur në petkën e njeriut në ekran edhe duke fjetë gjatë 24 orëve, ne mendojmë që e ngritmi nivelin e dijes përkundrazi neve, e ulmi nivelin e dijes edhe ulmi nivelin e moralit edhe të etikës dhe të besimtarit. Nëse mendon që duke i ndëgju që ta analist që dalin për ditë në televizor, ti mendon që përfiton nga dija, e ke gabim, ti ki mu mbet ignorant klasik. Sepse janë të njëjtit njerëz të cilët janë më të palezueshëm ndoshta. Krejt përmes Google-s edhe ChatGPT si marrë informacionet, jo përmes librit. Jo përmes librit. Një njeri që ka intelekt e merr vesh se sa ka dije. Ibadeti tjetër që mund njeriu me shfrytëzu gjatë kësaj stine dashur vëllezër është që ju del në ndihmë njerëzve nevojtar, për arsye se stina e dimrit i çet në shesh ata që kanë nevojë, i çet në shesh ata të cilët nuk kanë ndoshta dru për djegje, nuk kanë ndoshta miell për gatim, nuk kanë ndoshta gjërat më elementare të jetës e besimtari, i vërtet e shfrytëzon këtë gjë dhe ju ndihmon të tjerëve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Mëshiruesit i mëshiron mëshirploti, ai që është në qiell. Pastaj thotë: "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, ndashë që më ju mëshirua ai që është në qiell, Allahu xhalla xhalaluhu. Andaj ta shfrytëzojmë rastin të ndihmojmë të tjerë asa kemi mundësi. Me mundësi tona të dalmi ndihmë, sepse kjo stinë është stinë e ibadetit. Është stinë e ibadetit. Dhe pika e fundit dhe me këtë po e përfundojmë është falënderimi ndaj Allahut xhalla xhalaluhu për mirësitë që na i ka dhënë neve, për rrezikun që na i ka dhënë, për shtëpiat e nxehta që i kemi, për xhamiat e nxehta që i kemi, alhamdulillah. Me falënderu Allahun e lartësuar. Sepse ne e dim si kemi jetu para luftës. Komplet antarë të familjes do shta kem vjetë me një dhomë, sepse s'kem pas zemje qëndrore. E kem pas një stufë dhe do drut lakta ndoshta që si on dez fare heq. Kem pas xhamia që kur e fal xhuman edhe e ka zgat hoxha hutbën, ndoshta se ke falendëru po e ke fy kur je dal jashtë se gishtat nuk i ke ndihmë prej ftoftit. Ndërsa sot e kem manxet në shtëpia tona. Ta falenderojmë Allahun xhalla xhalaluhu për këto nimete në këtë stinë që vjen e ftoft, në mënyrë që Allahu xhalla wala të na shtoj mirësitë tona. Ne lutem Allahun e lartësuar që të jemi prej atyre robërve, prej atyre besimtarëve që e shfrytëzojmë mirë këtë stinë në ibadet, në lezim, në gjëra të mira dhe jo në gjëra të këqija, për arsye se nata e gjatë mund njeriu ta futë edhe në gjëra të cilat janë të palejuara, janë gjëra të cilat i kushtojnë në jetën e tij, por ne ta shfrytëzojmë për mirë dhe për hajrin në mënyrë që dalmi prej kësaj stine, Allahu xhalla wala duke qenë i kënaqur me neve, ashtu siç i kanë shfrytëzuar të para ta në ibadet dhe në adhurim dhe e kanë quajtur stina e ibadetxhive dhe stina e pranverës së robit në zemrën e tij, edhe pse është dimër dhe edhe pse është ftoft. Ne lutem Allah që të na falë neve dhe juve, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.